Pse predikimi I hirit ka rëndësi? E po, le të themi 1 apo 2 fjalë për këtë çështje. Pse ka rëndësi kjo gjë? E po, së pari, për veten tonë. Pse ka rëndësi kjo për veten tonë? E po, e thënë thjesht, sepse nëse ne si pastor nuk strehohemi tek Ungjilli, atëherë do të gjejmë streh diku tjetër. Efekti pasues I kësaj bëhet I dukshëm në çast. Mirë po, çështja reale është kjo. Si po e trajtojmë përvojën tonë të krishterë? Si po përballemi me hilet dhe me sulmet e të ligut dhe mbi ç'bazë besojmë se ka një dinamik që tregon se po rritemi në hir dhe po përshtatemi edhe më tepër me shëmbëllimin e Jezusit? Nëse dinamika nuk është Ungjilli I hirit të Perëndisë, nëse ai nuk është shtysa në marrëdhënie me të, atëherë do të jetë diçka tjetër. Kështu do të përpiqemi që ta shpëtojmë ndërgjegjen tonë kur ajo na akuzon, duke u mbështetur te forca e dhuntive që na ka dhënë Perëndia. Mirë po, ne dim mjaftueshëm sa për të kuptuar që dhuntit nuk janë sinonimi shenjtërisë, që dhuntit mund të jenë të pranishme edhe pa rritje në hir. Si do t'i shpjegojmë ndryshe shërbesat fenomenale që janë rrëzuar përpara syve tanë, duke na zbuluar kështu që në një farë mënyre apo në një tjetër, pastori nuk kishte qenë duke ja predikuar ungjillin vetvetes? Ai duhet të jetë mbështetur në diçka tjetër. Duhet të ketë qenë duke parë diku tjetër. Ose ndoshta ne gjejmë siguri në faktin që gjërat po ecin pak më mirë se më parë, aq sa ka një farë mase rritjeje të cilën e shohim rreth nesh, dhe kështu mund ta qetësojmë ndërgjegjen tonë. Mirë po, kjo është e kotë, nuk ka vlerë. Është e zbrazët dhe do të na kthejë në gënjeshtar, ose përndryshe do të rrjedhim mendsh. Jo, ne kemi nevojë që të mësojmë se si ta marrim ungjillin, ta bëjmë ato tonin dhe ta kuptojmë. Më lejoni t'ju citoj diçka nga veprat e Warfieldit. Vëllimi 2. Faqja 113, nëse dëshironi që ta blini. Por këtë citat mund t'ju ja jap falas. Ky është B.B. Warfieldi. Dëgjojeni. Nuk ka asgjë në ne, ose që mund të bëhet nga ne, në ndonjë fazë të zhvillimit toksor, për shkak të së cilës të pranohemi nga Perëndia. Ne gjithmonë duhet të pranohemi për hir të Krishtit, ose ndryshe nuk mund të pranohemi fare. Kjo nuk është e vërtetë për ne, vetëm kur besojmë. Kjo është po aq e vërtet edhe pasi kemi besuar. Kjo do të vazhdoj të jetë e vërtet për sa të jetojmë. Nevoja jonë për Krishtin nuk merr fund kur besojmë, dhe as natyra e marrëdhënies sonë me të, ose me Perëndin përmes tij nuk ndryshon kurrë, pavarësisht nga arritjet tona në hiret e krishtera ose rezultatet në sjelljen tonë. Ne gjithmonë mund të prehemi vetëm në gjakun dhe drejtësinë e tij. Gjithmonë. Prandaj ne nuk e shohim ungjillin si ABC-n. Ne e shohim ungjillin si tërësinë A deri në Z të jetës së krishterë. Kur e shohim kështu dhe e zbatojmë në jetën tonë, atëherë ai do të sjellë një ndryshim rrënjësor në mënyrën se si e mishërojmë atë stil jete mes atyre që janë nën kujdesin tonë. Donnie MacLeod, nga Veriu I Skocisë, një profesor në kolegjin e Kishës së Lirë, Free Church College, në librin e tij A Faith to Live By, një besim përmes të cilit të jetosh, të cilin mendoj se e gjeni në librari dhe nëse nuk ka kopje, duhet të sigurohemi që ta marrim. Ai është tejet ndihmues në këtë pikë. Ai tregon se në qarqet ku qarkullojnë shumë prej nesh, jemi tepër të drejtë për drejtë dhe të qartë kur bëhet fjalë për idenë e hirit të Perëndisë në kontrast me çdo formë tjetër veprash drejtësie. Që ta kuptojmë të gjithë, ne nuk jemi vendosur në një status të drejtë përpara Perëndisë si rezultati ndonjë gjëje të bërë nga ne. Bashkësitë tona e kanë kuptuar mjaft mirë këtë gjë. Prandaj citojnë Efesianëve 2:8 deri në 9. Shumicën e kohës nuk e trajtojmë vargun 10, por të paktën ata kanë fiksuar vargjet 8-9, apo jo? Jo, kjo nuk arrihet nga ndonjë gjë e bërë nga ne. Dhe ata kanë mundësi për të dalë dhe për të ballafaquar me çdo që ka ndonjë formë shprehjeje legjitime për sa I përket dëshirës së tyre për të bërë të drejtë para Perëndisë me anë të asaj që bëjnë. Donnie MacLeod vë në dukje se nuk është ky problemi që duhet të trajtohet në shumicën e kishave tona. Shumë prej nesh po ballafaqohen me diçka shumë të ndryshme. Pra, jo me një formë drejtësimi që bazohet mbi diçka të bërë nga ne, por me një formë drejtësimi që bëhet në ne. Në ne. Prandaj, edhe ne jemi po aq fajtor sa edhe katolikët roman, pasi e ngatërrojmë drejtësimin me shenjtërimin, saqë mbështetemi tek ajo që po ndodh brenda nesh si përgjigje ndaj akuzave të likut. Mirë po, kjo është një tirani e vërtet, apo jo? Sepse asnjëri prej nesh nuk do të donte që t'u tregonte njerëzve të tjerë në këtë sallë, tani me saktësi se çfarë po ndodh brenda nesh. Sepse kur bëjmë inventarin, si po ecën jeta jote e lutjes, si po ecën në ungjillëzim, si është dashuria jote për besimtarët e tjerë, e kështu me radhë, duket se gjithçka na akuzon. Me të drejtë,
Prandaj, nëse shohim drejtësimin ton, faktin që kemi një status të drejtë përpara Perëndis mbi forcën e gjithë asaj që po bëhet në ne, atëherë nuk kemi se ku të shkojmë. Pra, Luteri kishte të drejtë. Në të vërtetë, ungjilli është i gjithë jashtë nesh. Ungjilli ka të bëjë me atë që është bërë për ne. Fryti i ungjillit është ajo që po bëhet në ne. Dhe derisa pastori ta kap si duhet atë dallim, bashkësitë tona nuk do ta kapin dot kurrë. Sërish, rreziku është që ne i dërgojmë në botë me një listë nxitjesh, të cilat i shkurajojnë dhe i çojnë në një formë vetëdëshpërimi. Kjo ndodh nga që nuk po i nxitim ata që të shohin në vendin e vetëm dhe te personi i vetëm në të cilin gjendet i gjithë pranimi i tyre përpara Perëndis. Domethënë, te Jezusi dhe te flijimi i tij. Fakti që himne të tilla mungojnë në shumë prej kishave tona e zmadhon edhe më tepër problemin e aftësisë son për t'u theksuar këtë gjë njerëzve tanë. Me qira fjala, mendoj se ky është një argument për të kënduar disa himne të mira. Dakord, gjithë sa po themi këtu është që baza e drejtësimit ton gjendet krejtësisht jashtë nesh. Ju a kam ngulitur njerëzve tani, apo jo? Tashmë kam folur për këtë. Të jesh në gjendje për t'i ndihmuar ata që të shohin se ungjilli është diçka që bëhet për ne dhe jashtë nesh, që fryti i ungjillit është ajo që Perëndia po bën në ne me anë të frymës së tij, ndërkohë që na shenjtëron. Mirë po, kur jemi të vetëdijshëm për faktin që gjërat duket se po ecin shumë ngadalë, ose për faktin që kemi pasur një rënje të madhe, ose që jemi duke u ballafaquar me një pengesë të pakalueshme, duhet të kujtojmë njerëzve tanë, siç ja kujtojmë edhe vetes që dhe kur i ligu më akuzon e më tregon për fajin tim, syt lart i ngre, Krishtin shikoj që mbi mëkatin triumfoj. Për shkak se shpëtimtari vdiq, sot shpirti im është i lirë. Se ati në të u kënaq, në Krishtin Jezus ai më fal. Pastaj kjo bëhet shtysa. Kjo bëhet dinamika. Perëndi, ti di gjithçka rreth meje. E di se çfarë rrëmuje që jam. Ti më deshe sa shkove deri në kryq. Ti më bleve për vete. Ti më birësove në familjen tënde. Jam i mahnitur në pranin tënde dhe dëshiroj të jetoj për ty. Jo nga që pastori më bëri të ndihem fajtor, pasi ai vetë ndihet fajtor, por nga që pastori më ka kujtuar për hirin e mahnitshëm që mbështetet në ungjillin tënd. Për ne, në ne, me ne. Mezi e presim përmbushjen e gjithë kësaj, kur, më në fund, ai do të jetë ai që do të vijë. Kur tabernakulli i Perëndis do të jetë me njerëzit dhe ai do të fshijë çdo lot nga syt tan. Ja dhe një citat i shkurtër nga Goldsworthy. E rekomandoj secilin nga librat e tij. Ai më ka ndihmuar shumë këto 3-4 vitet e fundit. Kjo është një trilogji. Këtu janë 3 libra në një. Dhe duke qenë skocez, më pëlqen kjo gjë, sepse kështu mund ta blesh më lirë. Ai po thekson këtë. Frytet e ungjillit janë thjesht frytet e ungjillit. Rilindja, besimi, shenjtërimi dhe këmbëngulja përfundimtare janë të gjitha frytet e ungjillit. Ato nuk mund të rriten në asnjë pemë tjetër. Kërkesa legaliste, lajkatime, kërcënime për përkushtim më të thellë dhe dorëzim të plot. Këtu mund të gjenden disa prej nesh. Ne vazhdimisht arrim në fund të shërbesës dhe mendojmë, tani duhet të nxitim këta njerëz. Domethënë, tani duhet të arrim te pika e dorëzimit. Kjo është e diela e dorëzimit, apo jo? Ju thoni, pastori më tha se ishte të dielën e kaluar. Nuk e kuptova që jo, është këtë të diel. Nuk u dorëzuam mjaftueshëm të dielën e kaluar. Kjo është e diela e vërtetë e dorëzimit. Tani do ta bëjmë me të vërtetë këtë gjë. Jo, kërkesat legaliste, lajkatimet, kërcënimet për përkushtim më të thellë dhe dorëzim të plot, të shkëputura nga hiri i ungjillit, janë thjesht ferra, të cilat mund të prodhojnë vetëm dobësi, zhgënjim dhe rebelim. Prandaj, ndonjëherë kur jemi plot zell dhe përpiqemi me gjithë fuqinë për të qenë një inkurajim, në fakt po bëjmë krejt të kundërtën. Pastaj, kur flasim në lidhje me faktin se përse kjo ka rëndësi për ata që ende nuk besojnë në Jezusin. E po duket qartë, sepse ungjilli është fuqia e Perëndis për shpëtim, apo jo? Romakëve 1. Ky është mjeti i Perëndis për t'i hapur sytë e verbër dhe veshët e shurdhër. Ungjilli është përgjigja për dilemën e njeriut kur ai mendon për veten përpara Perëndis, nëse realisht e bën këtë. Feja, çdo formë feje që nuk është ungjilli biblik, në fund të fundit, prodhon brenda njerëzve ose krenari ose dëshpërim. Krenari sepse ata thon, po e bëj shumë mirë këtë gjë. Mora pjesë, e bëra, e bëj, dhash. Prandaj jam në rregull. Ose dëshpërim, është e pamundur që të jem në gjendje për ta bërë këtë. Unë jam rëmuja më e madhe që mund të ketë parë dikush. Nuk ka njeri tjetër si unë,
Për mua nuk mund të bëhet asgjë. Për mua nuk mund të thuhet asgjë. E po, ungjilli i trajton të dyja, apo jo? Për shkak se ungjilli na ballafaqon me një standard drejtësie që kërkon përsosmëri. Kjo do ta trajtojë krenarin ton. Dhe ungjilli na përcjell historinë e dikujt që vdes në vendin ton, pasi e zbatoi ligjin me përsosmëri dhe i cili mbart ndëshkimin që me të drejtë na takonte neve. Prandaj kemi mundësi për të thënë njerëzve: kjo histori e hirit të Perëndis u jep fund të dyja përpjekjeve tuaja për t'ia dalë pa Perëndin. Ose përpjekjen për t'ia dalë pa Perëndin, nga që po ja dal mjaft mirë vet, ose përpjekjen për t'ia dalë pa Perëndin, nga që nuk mendojmë se ekziston ndonjë mundësi për ta njohur atë. Përgjigja për këtë sërish është hiri. Shenjat e predikimit të mbushur me hir. Kjo është gjëja e fundit që do të them. Predikimi i mbushur me hir do të karakterizohet të paktën nga 3 shenja. Së pari nga bujaria. Bujaria. Ky është rezultati. Këtë mund të presësh nga dikush që është shpëtuar nga gjendja e përshkruar në vargjet 3 dhe 4 të Titi 3, i cili i sheh të tjerët që janë në hallin ku ishte ai dikur dhe i sheh ata me një frym bujarie, duke e ditur se hiri i Perëndis është i pamas në përmasat e tij, duke e ditur se Perëndis i pëlqen që t'i shpëtojë njerëzit. Pra, ka një gatishmëri bujare për t'u paraqitur Krishtin atyre njerëzve. Në të njëjtën kohë, ka një përulësi, e cila lind nga të kuptuarit e hirit në jetën tonë. Nuk jam i sigurt nëse njerëzit i mendojnë të krishterët si njerëz të përulur. Nuk jam i sigurt nëse ata e perceptojnë historinë e Krishtit ashtu siç ajo shpaloset në jetën e njerëzve të tij, si një histori që po përcillet si tërheqëse, ashtu dhe me të vërtetë vetmohuese. Duhet të tregohemi të sinqert dhe të themi se kemi një përgjegjësi të madhe për këtë gjë, pasi bashkësitë tona do të bëhen si ne. Na pëlqen kjo apo jo? Nëse ne jemi gjykues dhe arrogant, njerëzit tanë do të shkojnë në komunitet si gjykues dhe arrogant. Nëse ne jemi vërtet të mahnitur nga hiri i Perëndis ndaj nesh, gjë që na përul dhe na bën të jemi bujar me atë hir, atëherë kjo do të nisë të ndikojë të gjitha strukturat tona të udhëheqjes, si dhe bashkësinë tonë. Ky ungjilli i hirit të Perëndis do të prodhojë edhe një ndjesi pritshmërie në jetën dhe në predikimin tonë. Faktin që jemi të vetëdijshëm për mrekullinë e këtij hiri, që askush nuk është krejtësisht pa shpresë, që kjo histori është aq madhështore në përmasat e saj, sa që mund ta tregojmë sa më gjerësisht dhe në çdo mundësi që na jepet.